Mesin e sfidave, a keni pasur edhe kënaqësi profesionale? Patjetër, ajo është ajo që neve na motivon dhe na sfidon dhe na jep kurajo që të vazhdojmë përpara, sidomos kur shohim njerëz të cilët jetojnë, cilët kanë një jetë të shëndetshme, po një jetë në kohë dhe do të kemi atë anën tjetër, do të emocionale, kur shohim familjarë të pacientëve të cilët nuk janë më, dhe të cilët nuk e humbin betejën me këto, është edhe më sfiduese, është edhe më shumë e cila rrinoset në trupin tonë. Meqense se ne jemi njerëz dhe jemi edhe pse jemi mjek, do të ajo është ana jon emocionale dhe psikologjike e cila mbetet te ne dhe gjatë disa këshillave dhe disa trajnimeve që kemi bërë ndonjëherë ne me kontakteve me psikolog, kemi pasur është një fenomen i cili është prezent te ne, po cilin ne nuk e vrejmë gjatë punës sonë të përditshme, që mund të kemi edhe të shenjat e një sindromi që quhet i harxhimit ose profesionale, harxhimit por prapë ne do me aktivitete fizike dhe aktivitete tjera, do me konsulta dhe këshilla vazhdojmë përpara gjithmonë, po në shërbim të qytetarëve tanë. Pra i thash, ajo që shifet ajo kur është një satisfaksion i veçantë kur shef njerëz të cilët janë gjallë, dhe të cilët krijojnë familje, të cilët jetojnë me vitet tona, por edhe më shumë sfiduese kur shohim familjarë të cilët për fat jo të mirë, për shkak të natyrës së smundjes, themi realisht, meqense smundjet janë tilla dhe janë ndryshimet ndodhin në secilin vend të botës, meqense ne si komunitet, si popull, ndonjëherë që do të kemi edhe pritshmëri të cilat do të bazohemi edhe në edukatën tonë shëndetësore, edukatën do të arsimore, kështu me radhë, dhe kërkeja pritshmëritë mund të jenë më të mëdha që janë realiste, por ashtu është smundja, fati i smundjes është i tillë dhe edhe përkundër përdorimit të banave, edhe përkundër marrjes së masave të cilat mund të jenë do të adekuate, prapë kontakti ose smundja ka një sjellje e cila mund të jetë e paparashikueshme dhe mund të jetë sjell do të probleme të cilat mund t'ja dëmtojnë seriozisht do të shëndetin e pacientit dhe përfundimin të mos jetë i mirë.